Përshëndetje, po ndishni faqe 4, unë jam Mjeta Kasemi. Unë jam Sali Doçi, do të jemi së bashku për gjatë minutave në vijim për të parë më gjërësisht zhvillimet kryesore në arenën ndërkombëtare, por në nisje të kësaj hapësire informative do të ndalemi fillimisht tek ngjarjet kryesore në vend. Do të ndalemi tani më gjërësisht në zhvillimet kryesore ndërkombëtare. Këtë 8 maj bota përkujton fitoren ndaj nazizmit gjerman në luftën e dytë botërore në disa kryeqytete të Europës u mbajtën kremtime. Për herë të parë këtë vit, Berlini zyrtare shpalli datën 8 maj, fest kombëtare zyrtare dhe pushim. Këtë 80 vjetor ceremonit vjojnë mes tensioneve gjeopolitike dhe luftës në Ukrainë. Europa është detyruar të rrisë shpenzimet e mbrojtjes përballë kërcënimit rus. Në këtë ditë liderët perëndimor dhanë mesazhin se e vetmja mënyrë që historia të mos ripërsëritet është që të mos harrohet e shkuara. Ky 8 maj shënon 80 vjetorin e fundit të luftës së dytë botërore dhe atë që bota e njeh si ditën e fitores ndaj nazizmit gjerman. Ishte deklarata e Harry S. Truman, presidentit të 33 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që tregoi se forcat e Gjermanisë naziste ishin dorëzuar dhe tha se flamujt e lirisë po valviten tashmë në të gjithë Europën. Kremtime janë mbajtur këtë të njëjtën në disa qytete europiane, përfshirë Parisin dhe Londrën. Për herë të parë këtë vit, Berlini zyrtare shpalli 8 majin ditë pushimi zyrtare. Ceremonitë e festimit për 80 vjetorin e fundit të luftës së dytë botërore këtë vit vinë mes tensioneve gjeopolitike dhe një lufte në Europën lindore që i ka kujtuar kontinentit se paqja aktuale nuk është e përhershme. Europa është tronditur këtë vit nga disa realitete të pakëndshme me Shtetet e Bashkuara dhe Donald Trump, që kanë treguar se Washingtoni dhe Perëndimi nuk ndajnë më të njëjtat vlera që kanë mbështetur Aleancën Transatlantike që nga viti 1945. Njëhije mbi festimet e përfundimit të luftës së dytë botërore në këtë 80 vjetor hedhë dhe lufta në Ukrainë. Teksa konflikti ka hyrë në vitin e 4, Europa është e detyruar të rrisë në mënyrë masive shpenzimet e mbrojtjes përballë agresionit dhe kërcënimit të Moskës. Bashkimi Evropian ka bërë të qartë se me luftën në Ukrainë lufta është kthyer në kontinentin tonë dhe se i gjithë Perëndimi dhe e mbar bota duhet të tregojë sot solidaritet me Kievin zyrtar. Mesazhi i qartë i liderëve ndërkombëtar këtë 80 vjetor të ditës së fitores ndaj nazizmit gjerman ishte se e vetmja mënyrë që historia të mos përsëritet është të mos harrohet e shkuara dhe të punohet për ruajtjen e vlerave të lirisë dhe demokracisë në mbar botën. Në mesin e tensioneve gjeopolitike të rritura kryesisht për gjatë muajve të fundit që dëshmuan edhe një krizë në marrëdhëniet transatlantike edhe me luftën që vijon për të 4-ën vit në Europën lindore, duket se paqja nuk është e garantuar për askënd. Për diskutuar më shumë mbi gjithçka që po ndodh sot në botë se përket çështjeve të sigurisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, do të kemi në një intervistë Andi Hoxha, profesor në Londër dhe ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Përshëndetje zoti Hoxha, ne ju falenderojmë për prezencën tuaj në faqe 4. Në fakt, sot 8 maj, 80 vjetori i luftës së dytë botërore, si e komentoni situatën gjeopolitike aktuale, apo përsëritet e shkuara? Në radhë parë, festimet që neve kemi parë këtë javë kanë qenë shumë të mëdha dhe janë mëse të denjta për t'i kujtuar njerëzve se çfarë na çon, nëse disa nga narrativat që janë jo miqësore dhe kryesisht ato autoritare se ku mund të na çojnë. Po për fat të keq sot bota është një vend që është më pak demokratik se çfarë ka qenë përpara 20 vitesh. Dhe kjo është një nga sfidat më të mëdha që Europa, po dhe bota më gjerë ndeshet sot për sa i përket demokracisë së tyre, shëndetit demokratik dhe normave të atyre. Po problemet gjeopolitike që neve po i shikojmë janë deri diku disa nga ato problematika që neve kemi parë edhe përpara 80 vitesh, ku lider me tendenca autoritare, ku mendojnë se vendet për shkak sepse janë më të mëdha si vende dhe që janë fuqi më të mëdha si nga ana ushtarake, duhet të diktojnë rendin botëror. Dhe ky është një nga problematikat që neve kemi dhe është diçka që neve për fat të keq po i rikthehemi përsëri shekullit të 18 dhe 19, ku caktoheshin rendi global nga kush kishte armët dhe kush kishte ushtritë më të mëdha. Dhe çfarë neve kemi munduar në 80 vitet kryesisht superfuqit që të gjitha vendet sa do të mëdha ato të jenë si ushtarakisht apo sa të vogla të jenë të njëjta përpara ligjit ndërkombëtar dhe prandaj kemi investuar jashtë mase në ligjet ndërkombëtare. Po për shkak të gjeopolitikës që ne po shikojmë si luftën në Ukrainë po është hapur në lindjen e mesme, siç edhe juve e parashtuar pak më parë, po shikojmë edhe në zonën e Kashmirit mes Indisë dhe Pakistanit. Kjo gjitha po kërcënohet aktualisht dhe jemi vërtet në një situatë të delikate.
Këtë vit pam kryesisht një thyrje të marrëdhënieve transatlantike mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe perëndimit me Washingtonin që bëri thirrje që Europa të fuqizohet e vetme pasi nuk është me prioritet i Shteteve të Bashkuara, duke kërcënuar kështu një marrëdhënie që për vitin 1945, një marrëdhënie solide dhe një land state force, siç është edhe vetë NATO-ja. A jemi sot përballë një rendi të ri botror dhe çfarë përshkallëzimesh mund të ndodhin? Rreth parë, shkëputja që Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë bërë nuk i ka ardhur vetëm kur ka ardhur Trumpi, po ka pothuajse të paktën në 25 vitet e fundit, ku fokusi është zhvendosur në vende të ndryshme. Por mund të argumentosh se të paktën ata që analizojnë në detaj që Trumpi e ka çuar pak më përpara këtë si shkëputje. Neve aktualisht jemi duke jetuar në një zhvillim të ri të rendit botror dhe aktualisht ne çfarë po shikojmë është që palët duan të pozicionohen se ku mundet dhe si mundet të vendoset rendi i ri botror. Zakonisht gjithmonë është vendosur se kush ka patur mundësinë në zhvillime të mëdha industriale. Më përpara, Shtetet Bashkuara të Amerikës ka qenë ndej avangarde, sidomos në shekullin që shkoi dhe vendosën shumicën se si rendi botror duhet të zhvillohet. Neve duke qenë se po e shikojmë aktualisht si po zhvillohet me atë zhvillime teknologjike, duket sikur Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e kanë atë investim apo atë fokus. Dhe kjo tani ka një farë impakti se ku do shkojë. Po gjitha këto përplasjet pikërisht për këtë po bëhen, sepse duan që bota mos të jetë më me dy pole siç ka qenë për shumë vite që ka qenë mes Shtetet Bashkuara të Amerikës, aleatëve të saj në Europë dhe Rusia. Aktualisht ne po shikojmë që janë disa pole të ndryshme. Sepse në fakt do të vjojmë të flasim pikërisht edhe për këtë temë, nëse mund edhe të qëndroni pak në linjë për sa i përket edhe këtyre zhvillimeve. Në këto momente neve kemi një ngjarje të momentet të shkruar socialisti Edi Rama, i cili po zhvillon në fakt edhe një takim në kuadër fushatës elektorale në Vlorë. Mirë, pam inspektimet e punimeve të lungëmarrës nga kryesocialisti Edi Rama në Vlorë. Në fakt ne do të vijojmë bisedën tonë me zotin Andi Hoxha, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, cilin e falenderojmë fakt që është edhe në faqja 4 për të folur mbi zhvillimet e rëndësishme, teksa ne dëshmojmë në fakt tensione të përshkallëzuara në disa pika të botës në kuadër edhe të 80 vjetorit të kujtimit të përfundimit të luftës së dytë botërore, e cila në fakt na bën që të kujtojmë të shkuarën dhe të kuptojmë se ku ndodhemi sot. Në fakt ku ndodhemi sot? Ne jemi në pritje të paradës së fitores në Moskë, zoti Hoxhaj, dhe pikërisht Vladimir Putin ka bërë edhe thirrjen në kuadër të një armë pushimi pikërisht në këto data, 8 deri në 11 maj, një thirrje që ka bërë edhe Volodymyr Zelenskit, i cili ka shprehur se në fakt kjo është një farsë dhe diçka të tillë nuk do ta le të themi ndjek apo nuk do ta vazhdoj, duke qenë se vetë Rusia e ka thyer armë pushimin rreth 700 herë më parë në këto vite të përgjakura në fakt të agresionit rus kundrejt Ukrainës. Si e komentoni juve edhe këtë zhvillim? Ishte menduar që këtë fundjavë, kur neve po bëjmë gjatë gjithë kësaj jave, po që prej fundjavësh, neve të kishim një paqe mes Rusisë dhe Ukrainës dhe pak në kjo ka qenë edhe afati që Donald Trump i vendosi gjatë negociatave kur ai po negocionte dhe këtu neve mund të themi që ka dështuar si datë, sepse donin që edhe vetë Donald Trump donte të shkonte në Moskë dhe të kishte një armë pushim të plotë, të dyja palët kishin shkuar në paqe. Mi po, çfarë neve po shikojmë aktualisht, vetë zoti Zelenski nuk e beson Vladimir Putin dhe ata kishin diskutuar të paktën kur ishin pashkët që të kishte një armë pushim dhe Vladimir Putin e thyu atë, ku dhe ne dhe për herë të parë e pam që administrata e Donald Trump ta kritikonte drejt për drejt Vladimir Putin, ku nuk është e mbajti fjalën, që kishte thënë që do kishte një armë pushim gjatë fundjavës së pashkëve dhe ai e thyu. Dhe është pothuajse e njëjta taktik, po kjo është një taktik shumë e njohur që Rusia shpesh e bëjnë, ku kërkojnë që të ketë një armë pushim dhe nuk është vërtet një armë pushim, po është që t'i çojnë më afër kufirit ushtrinë e tyre dhe deri diku të ri armatore. Dhe neve shikojmë që Rusia ka bërë disa zhvillime për sa i përket organizimit të saj ushtarak, dhe të njëjtën gjë do të bëjë edhe këtë fundjavë. Po duket se mes palëve nuk po gjendet gjua dhe në 2 javët e fundit neve kemi parë që po e kritikon më shumë Shtetet Bashkuara të Amerikës, diçka që administrata e zotit Trump nuk e ka bërë dhe dje pam që dhe J.D. Vance
gjatë një konferencë që kishte me konferencën e sigurisë Muniut në Washington, ku takuan disa nga lider, tha që Putini po kërkon më shumë se duhet dhe se çfarë palët të paktën Shtetet Bashkuara të Amerikës janë gati për ta njohur. Mirë po ngelet për të parë se të gjitha palët janë duke diskutuar dhe po shikojnë që lufta përtej se po kushton shumë nga ana njerëzore, po kushton edhe shumë nga ana e ekonomisë. Dhe të shpresojmë që së shpejti mundet të ketë një plan paqe. Të jetë qartë, ndërkohë Rusia ka tentuar ose më saktë është përpjekur që t'jap një mesazh të qartë pikërisht në këtë 80 vjetor kundër fitores ndaj nazizmit, kur tha se 28 lider botror do të merrnin pjesë në paradën e saj të fitores pikërisht në datën e 9 maj. Duhet ndalem pikërisht këtu sepse në të njëjtën kohë që kemi këtë ndarje dhe këtë përcaktim të rendit të ri botror, ose më saktë palët që duan të pozicionohen sa më shpejt, shohim edhe thirrjet e vazhdueshme për më shumë armatime në Europë, për më shumë armatim të perëndimit dhe për më shumë pavarësi të saj ushtarake në një kohë kur hija e luftës ka rënë mbi kontinentin tonë prej më shumë se 4 vitesh. A rrezikojmë sot që të kemi një konflikt global i cili në fakt mund të niset nga Kina dhe Rusia si dy aleatë së bashku apo aleanca të tjera që Rusia ka përfshirë këtu Korenë e Veriut? Nuk besoj se të ketë një konflikt të drejt për drejt, po palët aktualisht çfarë janë duke bërë është janë duke riorganizuar mënyrën se si ushtarakisht ato organizohen, po dhe nga ana tjetër se si tenderohen. Në qoftë shikojmë të pak në diskutimin më i madh që po bëhet aktualisht është që Europa kryesisht ka varur gjithçka nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për sa i përket armatimit të tyre, sepse mbas luftës së dytë botërore ajo ka qenë një nga marrëveshjet që ka bërë që Gjermania nuk është lejuar që të prodhojë armë, apo nuk është lejuar që ajo mund të ketë organizimin e saj. Aktualisht neve çfarë po shikojmë është që Bashkimi Evropian do të ketë një pavarësi për sa i përket kësaj dhe ajo kërkon një investim të jashtëzakonshëm sepse ti ke të njëjtat deri diku armë nukleare, organizimin e atyre dhe sistemin e atyre mbrojtës është i njëjti me atë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Vetë tani Europa çfarë kërkon? Kërkon që të iki dhe të krijojë sistemin e saj dhe ky është kryesisht diskutimi që po bëhet në Europë, ky është edhe investimi që Gjermania do t'i bëjë me kancelarin e ri, dhe do jetë tema e diskutimit në datën 19 maj tek samiti që do bëhet mes Britanisë së Madhe dhe Europës. Britania e Madhe është një nga ato liderët në Europë që prodhon armë, po që dhe është avancuar goxha nga ana teknologjike, dhe deri diku ky është diskutimi. Kina natyrisht është investuar jashtë mase shumë vitet e fundit që ta rrisë ekonominë e saj, po tani duket që do bëhet ekonomia e parë në botë deri në fund të këtij dekade. Dhe pas asaj natyrisht ajo do të jetë edhe një forcë e madhe ushtarake. Por kjo është për të treguar forcën dhe për të treguar dominancën që kanë. Rusia vazhdon të jetë dominante në fushën e ushtrisë, por dhe ajo deri diku mundet mos jetë 100% e vërtetë, sepse Rusia me gjitha të fuqinë që thoshe nuk mundi ta merrte dot Ukrainën për një javë, që Ukraina është sa vendi sa Franca. Dhe kjo tregon që ka problemet e saj, apo që ka vajt në Korenë e Veriut ka kërkuar për ushtar, apo që ka kërkuar edhe në Kinë dhe vendet e tjera. Teksa flasim për rendin e ri botror, në fakt neve tashmë jemi dëshmitarë dhe aktualisht jemi duke u informuar dhe po ndjekim me shumë vëmendje zhvillimet të cilat vijnë për në kuadër dhe të përplasjes mes Indisë dhe Pakistanit, tensionet të cilat janë përshkallëzuar. Do ndjekim shumë shkurt një material dhe do të vijojmë bisedën me zotin Andi Hoxhaj. Vijon përshkallëzimi i tensioneve mes Pakistanit dhe Indisë. Pas zotimit të një dite më parë për hakmarrje, Pakistani deklaroi këtë të njëjtën se kishte rrëzuar 25 dronë indian mbi territorin e tyre. Islamabadi zyrtar pretendoi se si pasojë e përleshjeve në vijën e kontrollit në Kashmir, kishin vrarë nga 40 deri në 50 ushtar indian. Nga ana tjetër, India deklaroi këtë të njëjtën se Pakistani kishte nisur sulme me dronë dhe raketa drejt territorit të tyre, ku shënjestër kishte qenë një numër objektivash ushtarak në Indinë Veriore dhe Perëndimore. New Delhi zyrtar tha se këto sulme ishin neutralizuar nga ushtria e tyre pa dhënë më shumë detaje mbi numrin e sulmeve dhe se si kishin arritur të rrëzonin dronët dhe raketat e nisura nga Pakistani. Tensionet mes Indisë dhe Pakistanit, dy shteteve të cilat zotrojnë armë bërthamore, u përshkallëzuan më 22 prill pas vrasjes së 26 turistëve në Kashmirin e administruar nga India. New Delhi zyrtari quajti sulmin një akt terrorist nga Pakistani.
Pas këtij sulmi, India u hakmor ndaj Pakistanit duke goditur mbrëmjen e së martës në 9 vendodhje të ndryshme brenda këtij shteti dhe pjesë e Kashmirit e administruar nga Pakistani, ku humbën jetë 31 persona dhe u plagosën 57 të tjerë. Përplasjet kufitare të një dite më parë lanë të vrarë edhe 15 persona në territorin e Kashmirit të administruar nga India. Media amerikane CNN raportoi se për më shumë se një orë në operacionin ushtarak Sindur të nisur nga New Delhi, ishin 125 avion që luftuan në ajër duke hedhur raketa në distancë për 160 kilometrash nga kufiri. Kemi një tjetër konflikt potencial global, zoti Hoxhaj, me Indin dhe Pakistanin dhe mollën e sherrit i cili mbetet Kashmiri, por ja vlen të rikujtojmë dhe të theksojmë se bëhet fjalë për dy shtete që zotrojnë armë bërthamore. Çfarë skenari parashikoni? Çfarë mund të ndodhë mes këtyre dy vendeve? Atëre konflikti i fundit ka ndodhur në fund të prillit ku India supozon edhe thot që ka ndodhur një sulm brenda territorit të tyre të Kashmirit dhe ata supozojnë që kjo është sponsorizuar nga ushtria e Pakistanit dhe kjo është një përgjigje e tyre. Po konflikti që është zakonisht ata kanë është shumë e gjerë dhe kjo shkon shumë pas kur vetë India është ndarë. Dhe zona e Kashmirit është një nga ato zona dhe ndoshta dhe për neve Europën, ku neve diskutojmë më shmirë për ta studiuar, është një nga ato rajonet që është me vetë qeverisje dhe është autonome. Dhe problemi aty që është në Kashmir është sepse shumica e tyre janë musliman. Por ata vendosen që të rrinin me Indin brenda kësaj organizimi. Dhe aty gjatë gjithë kohës ka përplasje të tilla. Problemi këtu, ose të paktën që neve çfarë kemi observuar, është që komuniteti ndërkombëtar nuk është se i beson shumë palës pakistaneze. Për arsye sepse në Pakistan vërtet dhe vetëm qeveris ushtria, dhe ushtria është shumë herë më e fuqishme se qeveria. Dhe nuk shek kundër ku qeveria e dikton disa nga zhvillimet që bën ushtria. Dhe shpeshherë ushtria e Pakistanit është parë që kolaboron me terrorista. Dhe të rikujtojmë që Osama Bin Laden mbaj në Pakistan, mbaj pikërisht sepse ushtria e mbronte. Dhe vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Trumpi herën e kaluar i hoqi disa nga ndihmat që i jepte, për arsye sepse nuk e kanë këtë si besim. Po çfarë neve po shikojmë aktualisht është që India është edhe duke treguar forcën e saj ushtarake dhe ajo, siç ne folëm më përpara, do që të bëhet një lider global. Vetë India parashikohet që në fund kësaj dekade të jetë ekonomia e tretë e botës. Dhe ajo javën që shkoi bëri një marrëveshje të re tregtare me Britaninë e Madhe, është duke diskutuar për një tregti të re me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mos të harrojmë që India është 1.4 bilion veta. Edhe është vërtet një superfuqi apo mund të bëhet një superfuqi. Dhe këtë që ajo aktualisht po bën është që po tregon edhe fuqinë e saj ushtarake për të thënë njerëzve vërdall. Problemi pastaj se si mund të zgjidhet mes këtyre dy palëve është pak delikate, sepse këtu nuk të gjithë asnjë nga palët ndërkombëtare nuk është se ka një influencë. Në qoftë se neve flasim influencë, këtu mund të ketë vetëm Britania e Madhe, sepse ajo ka negociuar më përpara se si këto palët u ndanë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Trumpi nuk do t'i futet kësaj konflikti, sepse ai është aktualisht duke negociuar me Indin për një marrëveshje të re tregtare. India është një treg shumë i madh dhe shumë fitiprues për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk dëshiron. Të njëjtën gjë është edhe Europa. Ana tjetër pastaj Kina me Indin i kanë marrëdhënie të shumë të dobta sepse ato të dyja janë rivale për sa i përket rendrit të ri botror. Zoti Hoxha, ne ju falenderojmë për prezencën tuaj faqe 4 edhe për të gjithë shpjegimin e situatave, pikat shumë të rëndësishme fakt për të përshkruar edhe gjeopolitikën aktuale ditëve të sotme. Ishte shumë kënaqësi, ditë mbarë. Jemi rikthyer në faqe 4 për të parë tjera zhvillime në arenën ndërkombëtare. Zëvendës presidenti amerikan thotë se Rusia po kërkon negociata më shumë sa i takon paqes. J.D. Vance riportëriti se jo çdo gjë që kërkon Moska do të plotësohet, ndërsa tha se Washingtoni është gati të përfshijë palët në negociata direkte në momentin që ato do të jenë dakord. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi se Rusia po kërkonte më shumë se ç'duhet në negociata për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, duke treguar kështu frustrimin në rritje të Washingtonit për Moskën. Duke folur nga konferenca e sigurisë së udhëheqësve të lartë ushtarak dhe diplomatik në Washington, zëvendës presidenti amerikan tha se shtëpia e bardhë është e fokusuar që të përfshijë palët në negociata të drejtë për drejta me njëra tjetrën.
Presidenti Trump me qëllimi ka bërë rusët të thonin në tryezën e negociatave se çfarë do donin për t'i dhënë fund luftës. Dua të përsëris se jo çdo gjë që rusët do të kërkonin do të pranoj. Kur rusët vunë në tryezë ofertën e tyre të paqes, reagimi ynë ishte i qartë. Po kërkonin shumë. Kjo është mënyra se si zhvillohen negociatat. Nuk do thojë që Rusia nuk do t'jap fund luftës, thjesht tani ata kanë një sër kërkesash të cilat nuk mund të realizohen. Nga ana tjetër kemi edhe Ukrainën, e cila sigurisht ka rëndësi për ne. J.D. Vance, i cili u njoh përgjatë këtyre muajve për inatin e tij ndaj Europës, u duk se ishte zbutur pasi tha se ai beson se Shtetet e Bashkuara dhe Europa janë pjesë dhe luajnë në të njëjtën skuadër. Unë ende mendoj se Shtetet e Bashkuara dhe Europa janë në të njëjtin ekip. Mendoj se është krejtësisht qesharake të mendosh se ndonjëherë do të jeni në gjendje të shihni një përçarje të fortë midis Shteteve të Bashkuara dhe Europës. Tani kjo nuk do të thotë se nuk do të kemi mosmarrveshje. Kjo nuk do të thotë që Shtetet e Bashkuara nuk do të kritikojnë Europën apo Europa nuk do të kritikojë Shtetet e Bashkuara. Qasja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, duke favorizuar Rusinë, shkaktoi një tronditje në marrëdhëniet transatlantike mes Brukselit dhe Washingtonit në nisje të këtij viti, kur Donald Trump erdhi në pushtet. Pas vizitës së tij në Moskë për të marrë pjesë në paradën e fitores kundër nazizmit, presidenti serb ndjet mirënjohës ndaj Vladimir Putin. Pavarësisht kritikave të Perëndimit, Aleksandar Vučić thotë se ndjet krenar që përfaqëson serbët në këtë eveniment. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, nuk ka qëndruar i heshtur pasi ka mbërritur në Moskë. Ai ka reaguar duke postuar fotografi në rrjetet sociale nga momenti i pritjes deri tek video nga sheshi i kuq. I buzëqeshur dhe dukshëm i lumtur për këtë ndalesë, Vučić foli nga Moska për shpirtin e lirë të popullit të tij dhe për mirënjohjen ndaj presidentit Putin. Jam krenar që jam presidenti i Serbisë dhe që mund të marr pjesë këtu në sheshin e kuq në paradën madhështore që shënon për vjetorin e ditës së fitores mbi fashizmin. Nëse dikush ka të drejtë për këtë, atëherë ai është populli serb dhe ne nuk duhet të turpërohemi. Unë bëj gjithçka për Serbinë, jam krenar për vendin tonë dhe shpirtin e lirë të serbëve. Avioni i tij gjatë udhëtimit drejt kryeqytetit rus më 7 maj u ndal fillimisht në kryeqytetin e Azerbajxhanit Baku, më pas ka vazhduar fluturimin drejt Moskës. Sipas Kremlinit, më 9 maj është parashikuar një takim dypalësh ndërmjet presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe presidentit rus Vladimir Putin. Në fillim të marsit, Vučić njoftoi se do të merrte pjesë në paradën ushtarake me rastin e ditës së fitores pas një bisede telefonike me Putin. Rusia më 9 maj shënon 80 vjetorin e fitores kundër fashizmit në luftën e dytë botërore me një paradë ushtarake në sheshin e kuq në Moskë, si edhe me një sër aktivitetesh të tjera. Para lajmërimet për udhëtimin e presidentit serb në Rusi, kanë ngjallur reagime edhe nga institucionet europiane. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos, më 29 prill deklaroi në një konferencë për media se është në dorën e presidentit të Serbisë të vendosë për shkuarje në Moskë, por shtoi se nëse Vučić shkon atje, ajo do ta ketë shumë të vështirë ta ndihmojë Beogradin të qëndrojë në rrugën europiane. Nga liderët europian, vetëm Vučić dhe kryeministri slovak Robert Fico, i njohur për lidhjet e tij me Kremlinin, kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Edhe Milorad Dodik, presidenti i entitetit të Republikës Srpska në Bosnjë-Hercegovinë, ka mbërritur në Moskë. Ju ftoj të ndihni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Tymizi sërish nga Kapela Sixtine në Vatikan. Kardinalet nuk arritën dot që të zgjedhin Papën e ri as në raundin e 2 dhe 3 të votimit, që u mbajt pikërisht mëngjesin e kësaj të enjteje. Kardinalet do të kenë edhe 12 të tjera gjatë ditës së sotme, ndërsa votimi do të vazhdojë ditët e tjera nëse sërish nuk do të ketë rezultat për emrin e kreut të ri të Kishës Katolike. Sërish tymizi nga Vatikani. 133 kardinal nga 71 vendet botës nuk arritën dot të zgjedhin as në seancën e 2 dhe të 3 të votimit kreun e Kishës Katolike Romake dhe pasardhësinë e Papa Franceskut. Nga Kapela Sixtine, kardinalët do të kenë mundësinë që të mbajnë këtë të enjte edhe 2 raunde të tjera votimi pasdite. Kardinali dekan Giovanni Battista Re tha se shpreson që nga Vatikani të ketë tymë të bardhë këtë mbrëmje. Analistët në Vatikan thonë se në ditën e dytë shanset që bota të njihet me Papën e ri janë shumë më të mëdha, duke pasur parasysh se në vitin 2005 Papa Benedikti u zgjodh në votimin e 4 dhe Papa Francesku në vitin 2013 në votimin e 5. Njësoj si mbrëmjen e të mërkurës, edhe paraditën e kësaj të enjteje, 10 mijëra besimtar u mblodhën në Bazilikën e Shëmpjetrit me shpresën për të parë tymë të bardhë nga Vatikani. Raundi 4 dhe i 5 i votimit sipas njoftimit të Vatikanit do të mbahen pas orës 16:30 pas pushimit të mesditës për kardinalët.
Në mënyrë që një pap i ri të zgjidhet dhe të marrë detyrën e kreut të Kishës Katolike Romake, ai duhet të marrë të paktën 89 vota ose thënë ndryshe 2/3 e votave nga 133 kardinal nga 71 vendet botës. Mediat ndërkombëtare kishin raportuar pas ndarjes nga jeta të Papa Franceskut se zgjedhja e një pape të ri mund të jetë më komplekse pasi kardinalet e kësaj konklave, të cilët janë mbi 80% të zgjedhur përgjatë papatit 12 vjeçar të Papa Franceskut, nuk e njohin shumë mirë njëri tjetrin. Kardinalet e mbledhur në Kapelen Sixtine janë tërësisht të izoluar nga bota e jashtme në procesin e votimit për zgjedhjen e papës së ri. Mirë, ky tymëzi nuk sinjalizon vetëm faktin që Papa i ri i Kishës Katolike nuk është zgjedhur, por gjithashtu sinjalizon faktin që 133 kardinalet do të mblidhen sërish për të votuar. Siç edhe kemi shprehur, 2 raunde votimi paradite, 2 raunde votimi pasdite, ka nisur në fakt raundi tjetër i ditës së sotme ku kardinalet janë mbledhur tashmë zyrtarisht për të nisur procesin e votimit, i cili është mjaft i gjatë për shkak të procedurës dhe ritualit edhe traditave, ku secili nga kardinalet duhet të shkruaj emrin e kardinalit që mendon se është më adekuat, më i saktë për të qenë edhe kreu i shtetit të Vatikanit, edhe më pas gradualisht të mbledhin votat, t'i numërojnë ato, të shpallin nëse ka një pap të ri apo jo, dhe do të shohim pas disa orësh, mesatarisht rreth 2 orësh, ndoshta tym që do dalin nga Oxhaku këtë radhë për të parë nëse do të jetë i zi apo i bardh. Në pritje, patjetër që duhet themi se mediat italiane, ato pranë Vatikanit dhe ndërkombëtare, në fakt kanë shprehur shpesh se është gati e pamundur që sot të sërish të kemi edhe shpallje në një papë të ri, por le të themi edhe mund të ndodhë. Nuk është jo realistike, ka ndodhur pikërisht me Papa Benediktin në raundin e 4 dhe Papa Franceskun në raundin e 5, sigurisht shkakton shumë konfuzion kur sheh këtë tymin dhe kupton çfarë raundi jemi. Në fakt ditën e djeshme u mbajt vetëm një raund votimi, ndërkohë që tymi i cili doli sot rreth orës 11:51 minuta në Kapelen Sixtine pikërisht në Vatikan përfshinte 2 raunde votimi, të cilat u mbajtën paradite. Ashtu siç Vatikani kishte njoftuar, për gjatë kësaj dite do të mbaheshin 4 raunde votimi, 2 prej të cilave u ezauruan. Sot jemi në të tretin. Dhe kemi pikërisht aktualisht po flasim për raundin e 4 të votimit dhe të 5 ditën e sotme. I treti është përmbyllur pikërisht në orën 11:51, pra 1 dje dhe 2 paradite sot, kështu që kemi edhe 2 të tjerë që do të çojnë raundin e votimeve të përmbyllura deri në mbrëmjen të sotme, deri në 5 votime. Rezultati aktualisht jemi tek i 4-ti. Votimi i 4, po. Jemi tek raundi i 4. Deri në orën 19 do të kemi mundësi në fakt që të shohim edhe përfundimin e procesit të votimeve për këtë të ejtë, për të rikthyer sërish të premte nëse nuk do të jetë zgjedh një papa i ri. Ndërkohë, ne flasim pak për konklavën, për mbledhjen e 133 kardinalëve, të cilët duket se një pjesë prej tyre le themi mblidhen, izolohen me Chels në Vatikan pikërisht aty për herë të parë dhe përpasoj ndoshta nuk kanë pasur edhe informacionin eksaktësisht të saktë dhe për të kuptuar eksperiencën, ka marrë ndihmë pikërisht nga një film. Bëhet fjalë për filmin Konklava, një film i nominuar dhe fituesi të çmimit Oscar, i cili duhet thënë se rimori popularitetin edhe pas ndarjes nga jeta të Papa Franceskut më 21 prill, u rikthye në vëmendjen e të gjithë publikut ndërkombëtar, por duket se edhe të kardinalëve. Dhe ata në fakt sipas raportimeve që vijnë nga Politico, por edhe media të tjera ndërkombëtare, kanë parë në kinema filmin Konklava dhe vlerësojnë atë të jetë jashtëzakonisht i saktë dhe një mjet i dobishëm kërkimor. Është interesante se si edhe vetë Vatikani ka konfirmuar se për të gjitha këto elemente, për gjitha këto detaje, kardinalet e rinj, cilët janë mbi 80% të zgjedhur nga Papa Francesku, janë informuar mbi procesin pikërisht nga një prodhim kinematografik i cili ju ka dhënë atyre një qasje më të gjerë se çfarë pritet që të ndodhë. Jashtëzakonisht saktë, shumë interesante në fakt se si edhe vetë persona brenda këtij procesi, brenda le themi Kishës Katolike, që janë vërtet ndjenjë të ritualeve dhe traditave, e vlerësojnë edhe saktësinë edhe ndihmën i dobishëm për punë kërkimore është edhe ky film Konklava, i cili është një film fituesi të çmimit Oscar me regjitë Edward Berger. E teksa flasim për kardinalët. Ata janë në vëmendje të gjithë botës për shkak edhe le të themi të misticitetit që i rrethon, misteriozitetit, fakti që ata nuk kanë mundësi tashmë as të shohin telefonat, as të marrin informacion, po as komunikojnë me botën jashtë që janë të izoluar. Disa detaje të vogla po qarkullojnë në lidhje me ta, sidomos në botën virtuale, ku do doja të rikujtoja se në fakt ka baste online në lidhje me pretendentin kryesor për qenë kreu i Kishës Katolike dhe i shtetit të Vatikanit. Një ndër ta në fakt cilësohet si pretendent kryesor për faktin se është mjaft humoristik dhe i bën njerëzit për të qeshur në rrjetet sociale. Është
Pier Battista Pizzaballa, i cili është kardinal i Jeruzalemit, që vlerësohet në fakt patjetër për punën edhe për deklaratat e tij, por së fundmi është bërë viral sepse teksa po zhvillohej dhe mesha, edhe po mbaheshin le themi lutjet edhe gëndimet, Pier Battista Pizzaballa ja merr vëmendjen pikërisht edhe krijimi i Adamit, një freskë e zakonshme nga Michelangelo, dhe përpasoj krahasohet me Mr. Beanin. E shohim edhe një herë videon e parë. Krahasohet me Mr. Beanin, me personazhin humoristik britanik të Mr. Beanit, i cili shpeshherë e ngrinte kokën e tij dhe shihte i hutuar për qark. Por Pizzaballa patjetër ka qenë duke vlerësuar artin. Në gjuhën shqipe më vjen Zot Bjeremar. Në fakt, Pizzaballa është vlerësuar shumë edhe për një lexim të jashtëzakonshëm të latinishtes me zërin e tij mjaft elegant. Edhe përpasoj le themi ka marrë edhe komplimente në këtë aspekt. Është cilësuar në fakt le themi i preferuari i rrjeteve sociale këto ditë për shkak të momenteve humoristike që ka krijuar, por do thoya atributohet se ka mjaft pretendentë të tjerë. Janë 4 pretendentë të cilët janë italianë, ndërta është Pietro Parolin, i cili ishte sekretar i Shtetit Vatikanit në krah të Papa Franceskut, po patjetër ka edhe një kardinal filipinez, i cili gjithashtu është viral në rrjetet sociale, që është edhe Tagle, kardinali filipinez Tagle. E teksa flasim fakt për këto zhvillime, është shumë interesante se si ne po dëshmojmë këto detaje të fundit edhe këto ndryshime të fundit në botë, dhe sidomos në zhvillimin teknologjik që marrin këto, le themi, këto konotacione, pra njerëzit bëhen meme. Në vërtet. Në kohë për të vijuar me zhvillimet të tjera në rang ndërkombëtar, një universitet në Varshavë ka rënë prej një sulmi, një student ka vrarë me sapat një grua antare të stafit të universitetit dhe plagosi një roj sigurie. Shkaqet që shtyn të riun të marrë këtë veprim nuk dihen, ndërsa autoritetet nuk publikojnë identitetin e tij. Një akt makabër tronditi Universitetin e Varshavës, kryeqytetit polak, mbrëmjen e mërkurës pasi një student 22 vjeçar vrau me sopat një grua 53 vjeçare e cila ishte pjesë e stafit administrativ të universitetit, si dhe plagosi një roje sigurie 39 vjeçar i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Roja i sigurisë i cili ndërhyri për të ndalur agresorin u plagos në përleshjen me të. Policia ka arrestuar 22 vjeçarin i cili ishte student i vitit të 3 në degën e drejtësisë. Autoritetet në Poloni nuk kanë zbuluar identitetin e viktimës dhe as të autorit. Shkaqet që shtyn të riun 22 vjeçar të ndërmerrte aktin makabër mbeten ende një mister. Policia e cila raportoi për arrestimin e të riut nuk ka dhënë më shumë detaje mbi marrjen e tij në pyetje nga prokurorët. Kjo enjte u shpall ditëzie në Universitetin e Varshavës. Në momentin e ngjarjes së rënd në një nga sallat e universitetit ndodhej edhe ministri i drejtësisë polake Adam Bodnar, i cili po zhvillonte një leksion të hapur për studentët. Nëpërmjet një statusi në eks, ministri i drejtësisë shkroi se ai kishte marrë vesh për sulmin nga raportimet e mëvonshme, ndërsa lavdëroi edhe oficerin e tij të sigurisë, i cili kishte shkuar në ndihmë rojës 39 vjeçar i cili mbeti i plagosur. Kryebashkiaku i Varshavës bëri thirrje për ndëshkim të rënd ndaj këtij krimi makabër. Kemi ardhur kështu në fund faqes 4 edhe për ditën e sotme, por ne ju rikujtojmë se për të herët më të fundit në kohë reale mund të informoheni duke klikuar në abcnews.al si dhe duke na dëgjuar në radio ABC 105 FM. Por mos u ndani nga ekrani ABC News, vetëm pas pak do të jeni me kolegen Habi Hoxha në Ballkan Update. Ne ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.